Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshëm me shëkrate. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të nxitër, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës Fatimeja, paqja qoftë mbi të, është pjesë e profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Në historinë e njerëzimit ka figura që lënë gjurmë, ka personalitete që nderohen për mirësinë e tyre. Dhe ka njerëz që përmendet për virtytet e tyre të larta. Por mbi të gjitha ka drita hynore që nuk takojnë vetëm tokën, por prekin qiellin dhe zemrat e besimtarëve brez pas brezi. Një prej këtyre dritave të përjetshme është dhe Fatimeja, paqja qoftë mbi të, e bia e profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe me familjen e tij. Ajo nuk ishte thjesht vajza e të dërguarit të Allahut. Ajo ishte zemra e tij, drita e syve të tij, fryma e shpirtit të tij dhe pjesë nga profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kjo marrëdhënie e shenjtë e përmendur në hadithet më autentike të fesë së pastër islame, përcjell një të vërtetë të thellë se Fatimeja dhe nderimi i saj është nderimi i profetit dhe cënimi i saj është cënimi i vetë profetit të njerëzimit. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk ishte njeri që fliste nga mendja e tij, por çdo fjalë e tij ishte dritë, udhëzim dhe vërtet hynore e zbritur nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Kur ai e përshkroi Fatimen si pjesë prej meje, ai nuk foli vetëm për lidhjen biologjike që kanë ata të dy, pra baba dhe vajza e tij. Ai foli për një lidhje shpirtërore, për një lidhje morale dhe hynore, e cila e ngriti Fatimen, paqja qoftë mbi të, në piedestalin e një shembulli të përjetshëm të pastërtisë, të devotshmërisë dhe të virtytit të lartë. Në të vërtetë, kush e njeh Fatimen njeh një pjesë të profetit. Kush e nderon atë ka nderuar profetin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe ka nderuar misionin profetik të këtij të dërguari. Dhe kush e dëmton Fatimen ka lënduar dhe dëmtuar zemrën e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Hadithet që flasin për Fatimen nuk janë pjesë fjalë, por ato janë dëshmi të një statusi të pakrahasueshëm të Fatimes. Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu, Ahmedi dhe Ebu Daudi dhe shumë dietar të tjerë e transmetojnë fjalën e profetit Muhammad me formulime të ndryshme, por me të njëjtën mesazh, të gjithë së bashku thonë, Fatimeja është pjesë e tij, pra pjesë e profetit, dhe emocioni i saj është emocioni i profetit. Ajo që e gëzon Fatimen e gëzon profetin Muhammad. Ajo që e lëndon Fatimen e ka lënduar profetin Muhammad. Ajo që e shqetëson Fatimen e ka shqetësuar profetin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto fjalë nuk janë metafora. Ato janë të vërteta të shpallura që vendosin Fatimen në nivelin e një dritëzimi të veçantë për ummetin islam. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Fatimeja është pjesë prej meje. Kush e zemron atë, më ka zemëruar mua. Dhe ky hadith është transmetuar nga Sahihi Buhari dhe në shumë burime të tjera, dhe është një deklaratë e qartë e një lidhje hynore që askush nuk mund ta ignorojë. Të zemërosh Fatimen është të prekësh në nderin e profetit Muhammad. Të lëndosh Fatimen është të shkelësh në shenjtërinë e tij. Ajo nuk është një grua e thjeshtë të nderuar dëgjues dhe shikues. Ajo është simboli i pastërtisë dhe pasqyrimi i moralit profetik. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na thot gjithashtu për Fatimen se Fatimeja është pjesë prej meje. Më shqetëson ajo që e shqetëson atë dhe më lëndon ajo që e lëndon atë. Dhe ky version i hadithit është transmetuar nga Sahih al-Buhari, nga Musnad Ahmad dhe Sahih al-Abi Daud, si dhe nga Sahih Muslimi dhe burime të tjera të Ehli Sunnetit.
Këto fjalë thellojnë më shumë dimensionin emocional dhe shpirtëror të lidhjes së profetit me vajzën e tij Fatimen. Fatimia, siç e tham, nuk ishte vetëm se vajza e tij, por ishte personi që pasqyronte dhe vazhdonte misionin e të dërguarit me devotshmëri të jashtëzakonshme. Lënda e saj shpirtërore është aq e pastër, saqë çdo prekje e padrejtë ndaj saj është prekje ndaj moralit profetik. Nga ana tjetër, profeti Muhammed ka thënë: Fatimia është vetëm pjesë prej meje, më lëndon ajo që e lëndon ata. Dhe ky hadith dhe ky version i këtij hadithi është transmetuar në Sahihin Muslim. Kjo thënie përforcon harmoninë shpirtërore midis tyre, duke treguar se zemra e profetit dhe zemra e Fatimes rrihnin si një i vetëm. Profeti Muhammed gjithashtu, në ky hadith transmetuar dhe i ardhur nga Musnad Ahmed dhe në Mustadrak al-Hakim, ka thënë: Fatimia është vetëm pjesë prej meje, më lëndon ajo që e lëndon atë dhe më lodh ajo që e lodh atë. Ky është hadith sahih, pra i sakt, sipas kushteve të dy dietarëve të mëdhenj, Buhariu dhe Muslimit. Kjo shpalos ndjeshmërinë e jashtëzakonshme të profetit ndaj krijesës më të bekuar, ndaj Fatimes. Lodhja e saj është lodhja e tij, dhimbja e saj është dhimbja e tij. Kjo nuk është thjesht një dashuri prindërore, por ishte një shpallje nga ana e Allahut që veçanton, një shpallje hynore, e cila i jep Fatimes një vend të shenjtë në historinë islame. Fatimia, të mos harrojmë se është pasqyrimi i plot i profetit në sjellje, në moral, në dritë, në zemër e në shpirt. Gëzimi i saj është gëzimi i profetit dhe është një privilegj që s'u dha askujt tjetër përveç saj. Nëse kërkojmë të kuptojmë thelbin e këtyre thënieve, gjejmë një të vërtet hynore. Fatimia është modeli i gruas së përkryer, e zgjedhura e Allahut, bija e profetit, nëna e imamëve dhe drita që i pastron zemrat e besimtarëve. Ajo është simboli moralit të lartë, i durimit, i pastërtisë dhe i sakrificës. Ajo u rrit në shtëpinë e shpalljes, në qendrën e dritës dhe në zemrën e Islamit. Ajo u edukua në ndërkimin e profetit dhe në hijen e shpalljes, ndaj çdo veprimi i saj ishte pasqyrim i mirësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, të nderuar dëgjues dhe shikues, dietarët e Ehli Sunnetit, si dhe dietarët e Ehli Bejtit, e kanë nderuar dhe vazhdojnë të nderojnë me respekt të veçantë figurën e Fatimatul Zahra alayha salam. Ata e kanë marrë si shembull, si argument dhe si dritë udhëzimi për të gjithë besimtarët. Emri i saj është përmendur me adhurim, figura e saj është nderuar me lot dhe morali i saj është përqafuar me dashuri. Prandaj, të nderuar dëgjues dhe shikues, Fatimia është një botë e tërë. Ajo është nderi i profetit, krenaria e Islamit, shembulli i gruas së ndershme dhe krenaria e Ehli Bejtit paqja qoftë mbi ta. Ajo është dritë që s'ka perënduar kurrë dhe nuk do të perëndojë derisa të ekzistojë besimi në këtë botë. Në këtë moment, të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.